Veçanërisht është e mirë që t'i sjellim popujt tanë dhe njerëzit tanë së bashku. I dashur Edi, zoti kryeministër, mesazhi im i fundit është ky. Ndofta është rasti më i fortë për zgjerimin, nuk është çështja ekonomike apo çështja gjeopolitike, por janë njerëzit. Shqipëria do që e do Europën dhe një studim i kohës së fundit ka treguar që edhe në qoftë se do të bëhej një referendum sot, 90% të shqiptarëve do të votonin për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe përmes gjithë kontinentit, europianët e rinj, të gjithë janë me ne dhe me ju, dhe 2/3 atyre që janë në moshë nga 15 deri në 40 vjet mbështesin zgjerimin. Dhe kjo është në fakt sinjali më i qartë i të gjithave. Gjenerata jonë e re do të jetojë në një Europë, në një bashkim evropian të fortë, të sigurt dhe të bashkuar. Pra i dashur Edi, të uroj çdo sukses që ju të vazhdoni në rrugën tuaj për antarësimin në Bashkimin Evropian, edhe unë do t'ju mbështes në çdo hap në rrugën tuaj. Faleminderit shumë.